Për herë të parë për shitblerin e ndërtesave apartamenteve në vend do të aplikohen çmime fiskale dhe për fshatrat. Sipas monitorit, çmimet më të larta të referencës që do të aplikohen në zonat rurale do të përkojnë si vije e parë ndërtimit për zonat bregdetare. Për Bashkinë e Vlorës, fshatrat me çmimet më të larta do të jenë Radhima dhe Orikumi. Për vijën bregdetare të Radhimës dhe Orikumit, çmimet e referencës të shitblerjes së ndërtesave do të jenë 90.000 lekë për metër katror. Zonat rurale të Vlorës, pra pas vijës bregdetare, përfshir fshatrat Dukat Fush, Radhim, Bestrov, Babice Madhe, Babice Vogël, Hoshtim, Kanin, Nart, Sherisht, Panaja, Zvërnec, Sazan, Novosela, Liban, Bishan, Trevllazër, Cerkovin e Fitore do të kenë çmime referencë 61.800 lekë për metër katror. Ky është çmimi aktual i referencës për qytetin e Vlorës. Ndërkohë në Imar, në zonën 1 kadastrale, ku përfshihet vija e parë bregdetare e fshatrave Dërmi dhe Palas, një ndër vijat më të kërkuara bregdetare të Jugut, është propozuar çmimi referencë 140.000 lekë për metër katror. Në zonën 2 kadastrale të Imarës, ku referuar hartës digjitale përfshin pjesën në brendësi të fshatit Dërmi, zonën e banimit të fshatit Palas, pra pas vijës bregdetare, pjesa e vijës së parë të detit të fshatit Vuno dhe zona periferike e qytetit të Imarës, çmimi i referencës do të jetë 100.000 lekë për metër katror. Referuar hartave zonat 3 kadastrale që në terren përfshin Imarën qytet, fshatrat Potam dhe Livan, çmimi i propozuar do të jetë 81.000 lekë për metër katror. Ndërkohë në Sarandë, pjesën bregdetare të ishuve Ksamil, duke përfshirë dhe vijën e parë bregdetare të Sarandës, janë përfshirë në zonën kadastrale numër 1 me çmim referencë 100.000 lekë për metër katror. Fshatrat 6 me Toq, Çuk, Shelegar, Ksamil, këtu përfshin zonën pas vijës bregdetare, çmimi i referencës do të jetë 56.000 për metër katror, i barabartë sa çmimi aktual për qytetin e Sarandës.